Përshëndetje teleshikues të televizionit Tuskana, jemi në vazhdën e intervistave me kandidatët dhe bartësit e listave për këshilltar komunal. Këtë radhë në studion e televizionit Tuskana kemi bartësin e listës Aleancës Kombëtare për Integrim, zotrin Ilir Rushani. Zotri Ilir, përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion e televizionit Tuskana. Faleminderit dhe mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit që na jepni këtë mundësi që qytetarëve të u sqarojmë programet, të u sqarojmë vizionin ton për zgjedhjet komunale të ardhshme. Sigurisht, Ilir, juve ju njeh opinionin Kërçov dhe më gjerë, por a mund na thoni me që intervista është promovuese, të na thoni kush është Ilir Rushani? Faleminderit. Është pak e vështirë të flasësh në veten e parë, por me që forma e prezantimit është e paraparë kështu, do mundohem të jesha sa më i qartë dhe i përmbledhur. Unë jam Ilir Rushani, nga fshati Zajas, kam të kryer fakultetin juridik në Universitetin e Tetovës, me profesion jam jurist, jam i martuar dhe jam baba i 2 fëmijëve. Që nga janari i vitit 2008 jam i punësuar në shkollën e mesme komunale Mirko Miljeski fillimisht, pastaj në shkollën e mesme komunale Drita në shtator të vitit 2011. Dëshiroj të veçoj dhe të potencoj kontributin tim të veçantë në periudhën kur lindi problemi në zgjedhjen e drejtorit të parë shqiptar të shkollës së mesme komunale Mirko Miljeski. Gjatë asaj kohe kam qenë i përfshirë aktivisht dhe kam udhëhequr drejt për drejt themelimin e shkollës së mesme komunale Drita, duke udhëhequr me procesin juridik në hapjen e saj. Kjo shkollë e cila sipas emrit mbart një simbolik të veçantë, ku zanafillën e saj e ka që nga viti 1991, ku për herë të parë me kontributin e vendasve, mërgjimtarve dhe profesorëve të asaj kohe të përkushtuar, u hap në fshatin Llapkidoll të Kërçovës. Ilir, çfarë ju shtyri juve që të futeni në një garë politike, gjithësisht të pranoni që t'jeni bartës i listës së këshilltarëve të Aleancës Kombëtare për Integrim, gjithësisht një koalicioni të udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim? Ajo që më shtyri t'i prij listës së këshilltarëve nga Aleanca Kombëtare për Integrim është bindja ime e thellë se ne, sidomos intelektualët, nuk mund të qëndrojmë thjesht si shikues të proceseve që ndodhin përreth nesh, por kemi detyrim moral, shoqëror dhe kombëtar të jemi pjesë aktive e zhvillimeve dhe të kontribuojmë në shoqërinë ku jemi rritur, ku jemi shkolluar dhe këtu ku punojmë sot. Kërçova është qyteti jonë i përbashkët dhe zhvillimi i saj duhet të jetë prioritet për të gjithë pa dallim etnie. E për të ndikuar në mënyrë reale dhe efektive, duhet të jesh brenda proceseve dhe jo jashtë tyre. Gjithashtu është e rëndësishme të theksoj se ky vendim vjen edhe nga besimi dhe respekti që kam ndaj liderit ton, zotri Ali Ahmetit, një figurë kyçe në historinë e proceseve shqiptare që nga vitet 80-ta, nga veprimtaria në ilegalitet te lufta e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë, e deri te avansimi real i të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Fal vizionit të tij, shqiptarët sot janë pjesë e çdo institucioni shtetëror
është privilegj dhe njëkohësisht përgjegjësi për mua që të jem pjesë e këtij rrugtimi. Do të vazhdoj të punoj me përkushtim dhe ndershmëri, ashtu siç kanë vepruar deri tani, gjithmonë në dobi të qytetarëve dhe të çështjes shqiptare. Ilir, kur jemi tek lista e këshilltarëve që e keni përpiluar si Aleancë Kombëtare për Integrim, çfarë përfaqëson kjo listë? Cilat janë vlerat, cilat janë ato emra që janë në këtë listë? Lista jonë e këshilltarëve nga Aleanca Kombëtare për Integrim përfaqëson një përzgjedhje të kujdesshme, të profesionistëve, të dëshmuar, të cilat vijnë nga fusha të ndryshme dhe që gëzojnë respekt, integritet tek qytetarët. Edhe pse lista përbëhet nga vetëm 19 këshilltar, 19 kandidat, për arsye se edhe qa që parashef ligji në bazë të ndryshimeve të fundit që e boni Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ne kemi një prapavi qindra të tjerë që janë pjesë po aq të përkushtuar e të përgatitur, të cilët për fat të keq, për shkak të kufizimeve numerike ligjore, nuk mund të jenë pjesë e kësaj liste. Megjithatë, kemi arritur të përfshijmë personalitete të spikatura dhe me integritet, të cilët përfaqësojnë një spektër të gjerë fushash, nga jurisprudenca, kemi nga ekonomia dhe mjekësia, deri te arkitektura, arsimimi, sporti dhe shoqëria civile. Kjo shumëllojshmëri profesionale është pasuri për ne, sepse i jep ekipit ton aftësi për të parë dhe zgjidhur problemet e qytetarëve nga këndvështrime të ndryshme dhe çësje konkrete. Kjo listë është e përpiluar me përgjegjësi dhe me bindjen se secili emër në të cilën do të jetë një zë aktiv në Këshillin Komunal të ardhshëm dhe një urë lidhëse mes qytetarëve dhe institucioneve. Ne nuk jemi këtu për të bërë politikë të fjalëve, për të ofruar zgjidhje reale, transparencë dhe përfaqësim dinjitos. Ilir, ju jeni bartës i listës dhe natyrisht nënkupton që në rast të fitores së këtij koalicioni duhet të jeni edhe kryesuesi i Këshillit. Si do të jetë bashkëpunimi juaj me antarët e Këshillit, të cilët do të vinë nga parti të ndryshme, nga koalicionet pavarura? Si do të jetë qëndrimi juaj, bashkëpunimi juaj me këtë Këshill? Qëndrimi jonë është se ne do të jemi aty siç kemi qenë gjithmonë deri më tash, për të mirën e Kërçovës dhe të qytetarëve të saj. Të gjitha të arriturat e deritanishme në drejtimin e kryetarit ton Fatmir Deharit ka qenë në shërbim të gjithë qytetarëve. Pa dallim, dhe këtë çësje do ta vazhdojmë me përkushtim më të madh. Si kryesues Këshilli, do të jem në mbështetjen të gjithë programeve zhvillimore, duke filluar nga ato ekonomike, infrastrukturore, arsimore, sociale, e në çdo fushë tjetër që ndikon drejt për drejt në jetën dhe mirëqenien e qytetarëve, duke qenë i barabartë për të gjithë këshilltarët. Puna jonë do të udhëhiqet nga interesi i përgjithshëm, transparenca dhe përgjegjësia publike. Ne besojmë se në një Kërçovë ku zhvillimi nuk është vetëm fjalë, por realitet që prek çdo lagje, çdo familje dhe çdo qytetar. Ilir, me që jemi edhe në fund të kësaj interviste, cili është apeli juaj, mesazhi juaj, pse duhet të votohet Ilir Dushani, Aleanca Kombëtare për Integrim në këto zgjedhje? Apeli im është i sinqertë. Drejtuar të gjithë qytetarëve të komunës së Kërçovës është që të dalin masovisht në votime, të shfrytëzojnë të drejtën e votës
dhe të votojnë listën e këshilltarëve nga Alianca Kombëtare për Integrim, që e pri unë, si dhe të japin mbështetjen e tyre për kryetarin aktual dhe kandidatin për kryetar komune, zotëri Fatmir Deharin. Vetëm të bashkuar mund të mbajmë Kërçovën nën udhëheqjen e shumicës shqiptare, duke ruajtur stabilitetin dhe duke zhvilluar, duke bërë sa më të bukur, më të barabartë për të gjithë qytetarët. Votojmë për një vazhdimsi, për projektet konkrete, për unitet dhe mbi të gjitha për një Kërçovë më të mirë për të gjithë ne. Ilir, unë ju falenderoj që ndatë kohë të jeni pjesë e kësaj interviste. Shumë faleminderit për ftesën dhe për gjithçka. Teleshikues të televizionit Tuskana, ishte kjo intervista e radhës me varësit e listave për këshilltar komunal, Ilir Rushanin, të cilin edhe njëherë falenderojmë për kohën që ndajti, ndërsa ne do të shihemi në intervistat e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.